Besoj s'u ka pëlqy, është super makinë, makina më gallat që mund të blesh nga këto të përdormet, është më fan se kjo është, se di, zhurma 10-10, më e mira. Dinamikat, kamera, motori është më i miri, në kombinim shumë e mirë. Kjo kamera MCT është shumë e mirë, më 156 Legend, pastaj super zhurmë, super performancë, nuk i bje fuqia dhe shpejtësitë larta hec, nuk i bje fuqia fare, krahasuar me këto të reja është shumë e shpejtë. Kabina pastaj normalisht është C-klas, po prapë shumë mirë është kualitet, nuk është e keq, është një gjë zhurma gjona. Shumë makinë e mirë. Kështu se keni mundësi me bletë se 63-sha, bleni se këty na s'ka përdora vlera. Është zorë me gjetë pa abuzume, siç e pat edhe këtë kush i blen të zakonisht i abuzo, po mira janë. Pastaj nëse do që të rritet vlera, duhet me gjetë ato që janë pa prek me fort, edhe të marrit me shumë mirë, që janë shumë të rralla. Tash na ngel me bojë 90-ën, edhe RS4-ën, kush ka ndonjë nga këto 90-ën në fakt e kam gjetë. Besoj do e bëjmë, po RS4 s'kam gjetë. Na thoni kush ka ndonjë ta bëjmë, edhe t'i krahasojmë. Po deri tash që është makinë fan është më e mira, super makinë. Nëse s'keni bërë subscribe bëni follow në Instagram, TikTok edhe te faqja e pjesëve. Ju uroj gjithë mirat edhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.